Atëherë kjo është një supë që unë këshilloj shumë nënave që kanë fëmijë, pasi ka plot vlera ushqyese edhe është e shijshme. Atëherë për t'ja u shpjeguar deri në detaj se çfarë do përdor unë te kjo supë. Për të rriturit, normal që do përdoret edhe pak piper, sepse i jep shije. Por tek fëmijët këtë edhe mund ta evitojmë pasi akoma qiellza e tyre nuk është e mësuar me shije të forta. Gjithashtu, me që ne të gjithë këtu jemi të rritur, djali im nuk do e provoj sot këtë supë, do i hedhim edhe pak ginger. Kemi edhe ginger. Dhe një erëz të cilën unë e dashuroj është trumza. Trumza ka një aromë të lehtë, ngjan me aromën e rigonit, por është shumë e ëmbël, shumë e lehtë, është fantastike. Do i hedhim edhe trumzë të cilën e kemi të freskët, të njom. Dhe në fund fare, pasi ta kemi kaluar në blender, do i hedhim, jo pasi ta kemi kaluar, por aty pikërisht tek blenderi do i hedhim edhe 2 djath bebe, 2 nga ato 3 këmbçat e vegjël, pasi i jep një shije shumë të lezetshme.